Një studim i fundit i publikuar nga Instituti Ekonomik Gjerman zbulon se punonjësit në Gjermani punojnë dukshëm më pak orë në vit krahasuar me shumicën e vendeve të tjera anëtare të OECD-s. Në një renditje të 38 vendeve, Gjermania u pozicionua e treta nga fundi, me vetëm pak më shumë orë pune se Franca dhe Belgjika, shkruan dhe lokal transmeton Albinfo. Sipas studimit, mesatarja e orëve të punuara në Gjermani është shumë më ulët krahasuar me vendet që kryesojnë listën, si Zelanda e Re, rreth 1402 orë në vit, Republika Çeke dhe Izraeli. Kjo temë ka fituar rëndësi të veçantë në diskutimet publike, sidomos pas thirrjeve të kancelarit të ri Friedrich Merz për rritjen e orëve të punës. Ministre e punës Barbara Bas theksoi nevojën për kushte më të mira pune, veçanërisht për gratë, për të rritur pjesëmarrjen e tyre në fuqinë punëtore dhe për të rritur numrin total të orëve të punës në Gjermani, transmeton Albinfo. Punëdhënësit duhet të krijojnë mundësi që më shumë në të punojnë me kohë të plotë, tha Bas, duke vënë në dukje pengesat si mungesa e kujdesit për fëmijët dhe modelet e punës që nuk janë miqësore me fëmijët. Studimi i fundit gjithashtu rekomandon që punonjësit me kohë të pjesëshme të rrisin orët e punës. Aktualisht, rreth 30% e fuqisë punëtore në Gjermani punon me kohë të pjesëshme. Një tjetër faktor që ndikon është norma e lartë e taksave mbi të ardhurat, që e bën të pakëndshme shtimin e orëve shtesë. Po ashtu, shumë gjerman dalin në pension para moshës standarde, një praktikë që pas këtij studimi duhet të rishikohet për të përmirësuar punësimin dhe produktivitetin. Politikanët duhet të heqin stimujt e gabuar, siç është pensionimi në moshën 63 vjeç, nëse dëshirojnë që njerëzit të punojnë më shumë, përfundon studimi transmeton Albinfo.